fillove në psikologji. Ndodhi diçka në jetën tënde që fillove këtë rrugtim apo? Po, besoj është si ajo pika errë që mendoj çdo njeri e përball në jetën e vet. Por jam falëndëruese Zotit në fakt që kam qenë shumë eksploruese dhe në dy ndër parimet që mua më kanë ndihmuar të dal nga ajo errësira apo e quaj kështu, është i pari është besimi, që unë e kam patur gjithmonë në mënyrë të verbër, kam besuar dhe nuk e kam vënë asnjëherë në dyshim besimin tim, edhe nëse mund të jem përballur me frikën, dhe guximi. Guximi e mbyt frikën, e mbyt ankthin, e mbyt depresionin. Mund të them diçka që mbase do jetë shumë qesharake dhe mbase edhe për ata që të më gjojnë do duket pak shumë e tepruar, por unë dëgjoj raste ku thonë, për shembull ankthi, nuk e bëj dot se kam frikë, më fal, nëse ti nuk e bën dot. Çfarë kuptimi ka jeta për ty kur ti je duke e mbytur veten çdo ditë, pa e provuar shansin, ti dil një herë aty. Se nëse është për të mbytur një herë e mirë, pse pa mbyt veten për ditë? Pra provoje, sepse aty është besimi i verbër. Frika nga gabimi, mungesa e guximit nga provimi, absolutisht të provuarit, të sprovuarit. Pikërisht, dhe mua guximi më ka quar gjithmonë përpara, bashkë me besimin. Dhe kjo më ka bërë në një moment të jetës time, edhe pse isha në atë pikë, kërkoja. Në fakt kërkoja për diçka që asgjë nuk e dija çfarë kërkoja, edhe ishte kaq e bukur, por i hyra psikologjisë, sepse aty kuptova që thash, okay, ndalu pak, ti ke këtë dhunti, ke këtë potencial, këtu je mirë në komunikim, i ke kuptuar gjithmonë sjelljet e njerëzve, dhe thash, pse e kam quar veten deri këtu dëm në gjithë këto vite për një profesion që mbase nuk po më jepte më kënaqësi në fakt, dhe nga psikologjia, ndërkohë kisha 3 vjet që praktikoja dizajnin, pra manualin njerëzor, ajo ishte si diçka që unë e praktikoja për të ndihmuar veten, dhe nga psikologjia unë u ktheva tek manuali, sepse ishte një bashkëpunim. Lexoja psikologjin, thelloja manualin, dhe thash, okay, prit, mund të bëj këtë që deri tani nuk e ka bërë asnjë përreth, dhe t'ju asjell njerëzve në mënyrë sa më të thjeshtë. Manuali njerëzor mund të trajtohet si shkencë me veten? Po, është. Nëse njerëzit do ishin kurioz të dinin pak pse futet të dhëna shkencore, do ta nisim edhe nga kërkimi që janë bërë qoftë nga Big Bangu, qoftë nga shpërthimi i supernovës, dhe ka astronomin dhe biokimin brenda, sepse ka 64 kode, të cilat lidhen me ADN-n ton, me kodonet e ADN-s ton, dhe ato janë 64 porta, 64 kodonet e ADN-s. Pra lidhen simbolikisht e para me ADN-n, dhe kemi vërtetuar shkencërisht, kush e ka dëgjuar, që në shpërthimin e supernovës është vërtetuar që ne jetojmë në një fushë me neutrino, të cilat janë disa grimca që vinë dhe prodhohen nga dielli. Ato përhapen në hapësirë, vinë nga toka dhe dëpërtojnë edhe në trupin tonë. Dhe kjo është një lloj imprinti, të cilën ne bëjmë lidhjen ku shkenca thot, ose kur thonë për ta mbajtur trupin mirë, dil në diell, vitamina D, sepse ato imprinte u shehen dhe ato neutrino janë në trupin tonë, dhe në kohën që ne dalim në diell, ato le themi zgjohen. Perimet ose gjëra që vijnë nga toka kanë përbërjen e asaj neutrino. Pra këtu lidhet. Kjo është një shpjegim shumë i bukur në fakt, që njerëzit do ishte shumë bukur ta thellojnë edhe vetë po të duan, por është baza kryesore ku shpjegon anën shkencore të dizajnit. E ndjeni këtë më shumë si profesion apo mision, apo të dyja bashkë? Tani do thoja të dyja. Mision po, por unë para 2 ditësh kam bërë një postim ku po ju thoja, mos e ngatroni profesionin me misionin. Sepse vëre shumë njerëzin, kush është misioni im? Pyetja e parë që vjen. Kush është misioni im? Çfarë do bëj unë? Tani kush është misioni im dhe çfarë do bëj unë? Kalojmë nga një pyetje ke tjetra. Misioni është një dhe i vetmi për gjithë ne. E para të shpërndajmë dijen, po dije edhe dijen hyjnore, të shpërndajmë vlerat.
ky është një mision që do ta kemi gjithë. Profesioni është diçka që ne bëjmë si qëllim edhe për të mbijetuar dhe për të jetuar, që kush e ka fatin në fakt, e ka ndjekur atë profesion duke ndjekur prirjet e veta që në fëmijëri. Kush nuk e ka patur fatin fatkeqësisht, e ka bërë profesionin duke plotësuar pritshmëritë të tjerëve. Por nëse një njeri e ndjek profesionin e vet duke dëgjuar prirje që ai ka bërë të dyja në të njëjtën kohë. Pra e ka sjell misionin e tij duke e vënë zbatimin për një profesionit. Se ne nuk do të bëjmë një mision dhe do largojmë nga profesioni. Ti mund ta bësh misionin tënd, unë këtu ku jam, tjetri në çdo lloj pozicion pune që je. Pra misioni bëhet në çdo lloj pune që ti je. Absolutisht. Por duhet vije nga shpirti, nga brendësia, që ti e bën atë gjë me pasion. Se kur është me pasion, kur është me dëshirë, na del nga loja egoja, na del nga loja konkurimi, dhe secili është unik në atë që bën. Cilat janë projektet që po ndërton aktualisht dhe çfarë mund të presim nga ty në vazhdim? Po, projekti më i afër që do vi është në maj, siç e përmenda edhe pak më përpara. Do vi me disa evente që do vi personalisht vetë dhe do jap bazën kryesore të manualit njerëzor, ku njerëzit do kuptojnë e para si janë vetë të ndërtuar, si të mbyllin kufit, po kufit e shëndetshëm, si të menaxhojnë emocionet, si të mos lejojnë të ndikohen nga mendimi të tjerëve, si të përballojnë frikën, depresionin, ankthin dhe të kuptojnë mbi gjitha se sa sëmundje fizike ju kanë ardhur pikërisht për kësaj gjëje, dhe do kuptojnë partneritetin, pse njëri vepron kështu dhe tjetri kështu, dhe mbi gjitha do kuptojnë fëmijët e tyre që është gjëja më e shenjtë që kemi dhe t'i çojnë përpara me një frymë totalisht tjetër, me frymën që ata kanë. Mos ja përzim kot pa dashje me tonën. Dhe mundësisht për vite, nëse duhet edhe shekuj, ky njeriu le të bëhet tamam humanos i vërtet. Pikërisht. Ata do na prinë neve. Kush kanë qenë suportuesit tuaj që të kanë ndihmuar në këtë drejtim edhe nuk të kanë penguar asnjëherë? Kjo ishte pyetje shumë e bukur. Bashorti im. Ka qenë i vetmi që e para më ka suportuar pa e ditur fare çfarë po bëj, pa e kuptuar asaj çfarë po bëj, sepse në fakt isha në një moment që as vetë nuk dija t'ja shpjegoja çfarë po bëja, dhe jam me fat që ai ma ka lejuar ta bëj, as pa më penguar, as pa më gjykuar, deri sa mu shpërblye në fakt në pikën ku unë punova energjetikisht duke u bazuar edhe te dizajni i atij. Por pa i vënë asgjë në duke që unë po e bëj në atë formë, dhe sot është mbështetja ime më e madhe i cili më ndihmon me gjithçka. Në fëmijët janë sigurisht veç një plotësim më shumë, në aspektin fëmijët janë qyshia mbi tort dhe jeni nëna 3 fëmijëve. Po, kam 3 fëmijë, një vajzë dhe 2 djem. Albina, ishte kënaqësi që të kisha musafir. Na ke thënë gjëra të bukura dhe jo vetëm spektaklin tim, mendoj edhe para opinionit të gjithë spektatorit, telespektatorit që na ndjek, sikur ke hap një dritare të re, shprese për jetën e mirë, e të lumtur dhe pozitive. Ju falenderoj juve pa mas dhe shpresoj të kem dëpërtuar sadopak dhe le të themi ta kem shuar kuriozitetin ose të kem dëpërtuar atë që unë realisht dua t'ju jap atyre. Do të dëgjohemi, do të rrim në kontakt dhe këtë manualin do ta hedhim te njëri tjetri, manualin njerëzor. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit, gjithashtu.